Në shtëpinë muze në Kukël, e kthyer prej vitesh në një qendër të rëndësishme kujtese, u zhvillua edicioni 20 i Ditëve të Mjedës. Aktiviteti që ngrihet çdo vit në nderim të figurës së Ndre Mjedës, shënoi këtë herë 159 vjetorin e lindjes së poetit, gjuhëtarit dhe rilindasit të shuar. Përgjegjësi i Qendrës Muzeore Ndre Mjeda, Dom Niku Gxhini, theksoi se personalitetet të tilla janë shtylla morale të kombit dhe mbartin vlera që duhet ruajtur brez pas brezi. Ishte viti 2011 kur si grup intelektualesh e vum në jetë idenë për ditët përkujtimore të poetit Ndre Mjeda, duke u bashkuar për çdo vit në këtë ambient të sistemuar dhe rreth shtatorës së mrekullueshme për ta nderuar veprën e përmoçme të klerikut, të intelektualit të gjithanshëm Dom Ndre Mjeda. Sot kjo banesë e ideuar dhe ndërtuar nga vetë poeti, e restauruar dhe ndërtuar nga njerëz vullnet mirë, është një simbol i qëndresës dhe dashurisë pranë dheut, dhe rujtja e saj është një detyrim moral dhe kombëtar, një akt të respekti ndaj atyre që luftuan për ruajtjen e identitetit tonë dhe përcimin e gjuhës shqipe. Nga ana tjetër, rektori i Universitetit të Shkodrës, profesor doktor Tonin Xhuraj, bëri të ditur vendosje në një bashkëpunimi të ri me Akademinë e Jezuitëve në Krakov, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për shkëmbimet akademike. Vetëm para 10 ditësh isha në Köln me diasporën akademike dhe në një prej ditëve morë një telefonat nga ambasadorja jonë në Varshavë, ambasadorja Mimoza Alimi, dhe më njoftoi dhe më bëri me dije se Akademia Ignatianum në Krakov, ku Mjeda ka studiuar nga fundi i shekullit të 19, ka dëshirë që të bashkëpunojë me universitetin tonë, pikërisht për Mjedën. Prandaj, siç edhe u tha në fjalën e Dominikës, ne i kemi kthyer një përgjigje pozitive, sepse është në nderin dhe në privilegjin tonë që të bashkëpunojmë me një Akademia e Jezuitëve, është ndër më të dëgjuarat dhe më të mirat në Evropë për studimin e filozofisë, në studime kulturore, në teologji e kështu me radhë. Kështu që ne sapo kemi nisë konkretizimin e një marrëveshje dypalëshe midis universitetit tonë dhe Akademisë Jezuite Ignatianum në Krakov. Shumë shpejt do nënshkruhet marrëveshje zyrtare bashkëpunimi midis dy institucioneve dhe do jetë një fushë e gjerë, do jetë një hapësirë për studiuesit tanë, për studentët, për të thelluar në studimet për Mjedën. Programi realizuar nga Bashkia Vaudeos në bashkëpunim me Qendrën Muzeore Ndre Mjeda, Universitetin Luigjë Gurakuçi dhe DRTK Shkodër, u shoqërua me pjesë të lexuara nga krijimtaria e poetit dhe me interpretime muzikore. Të pranishmit përjetuan një atmosferë reflektimi dhe nderimi, që i dha aktivitetit një dimension të veçantë kulturor.